Remzi Osmani vjera që thyen stereotipet, nuk i përzihet rejes, as kur dëgjon, as kur zgjohet vot. Remzi Osmani nga emrat më të dashur të muzikës popullore vazhdonte të heqë vëmendjen jo vetëm me këngët e saj, por edhe me qëndrimet e sinqerta për jetën familjare. Ajo ka treguar se marrëdhënia me rinë e saj është shumë e qetë dhe larg mentalitetit e vjetër, që shpesh shoqëron raportin vijhernuese. Me humor dhe sinqeritet, Remzia ka thënë se nuk i përzihet rejes fare, madje as kur ajo zgjohet vot, duke nënvizuar se secili në familje ka hapësirën e vet, dhe se harmonia ndërtohet me mirëkuptim. Këto deklarata paraqesin Remzien si një vjerë moderne, të lishme dhe shumë të afër me brezat e rinj. Po ashtu, ato e bëjnë edhe një figurë të dashur, jo vetëm në skenë, por edhe jashtë saj, si një grua me energji pozitive dhe qasjet e hapur ndaj ndryshimeve shoqërore. Në këtë mënyrë, Remzi Osmani mbetet jo vetëm një artiste ikonë, por edhe një shembull i një vjerë të kohës, pa presion, pa kontroll, vetëm me respektin e dashurinë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.